Ka momente në jetë kur njeriu ndihet i harruar, i braktisur, kur lutjet duket sikur nuk kalojnë tavanin, kur situata zgjasin më shumë se sa ne presim. Natyrisht kur stuhia nuk pushon dhe arka duket si burg, jo si shpëtim. E pra, miq, Noeu ishte pikërisht në këtë situatë. Bibla thot, pastaj Zoti i kujtua Noeu të gjitha gjallësa dhe tër baktia që ishte me të në ark. Dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë, dhe ujërat e ulën lartësinë e tyre. Burimet e humnerës dhe kataraktet e qiellit u mbyllën dhe shiu nga qielli pushoi, dhe ujërat vazhduan të tërhiqeshin nga toka, dhe mbas 150 ditësh ishin paksuar. Në muajin e 7, ditën e 17 të muajit, arka u ndal në malet e Araratit. Miq, 150 ditë mbi ujë, pa tokë, pa drejtim, pasin shenjë se gjërat po ndryshonin dhe pastaj vjen një fjali e shkurtër që ndryshon gjithçka. Zoti i kujtua Noeu. Kjo nuk do thotë se Zoti e kishte harruar, do thotë që erdhi momenti i veprimit të tij. Në këtë tekst shohim një kthes hyjnore. Ujërat kishin mbuluar gjithçka, gjykimi kishte bërë punën e tij, heshtja duke i gjatë, por në momentin e caktuar Zoti dërgon erën. Ujërat fillojnë të tërhiqen, qielli mbyllet, arka ndalet në Ararat. Kur Zoti vepron, edhe natyra bindet. Era nuk ishte rastësi, tërheqja e ujërave nuk ishte proces natyror. Ndalimi i arkës as pak nuk ishte një aksident, por ndërhyrje hyjnore në kohën dhe momentin e dur. Më lejoni të ndaj shkurt mësime të mëdha të jetës. E para, Zoti nuk harron edhe kur ti mendon se të ka harruar. Bibla thot Perëndisi ju kujtua Noeu. Noeu nuk ishte në tokë të thatë, ai ishte ende në mes të ujërave. Kujtesa e Zotit nuk është emocionale, por është vepruese. Ai nuk thot thjesht e mbaj mend, por ai thot tani është koha që unë të ndërhyj në jetën tënde. Miq, sa herë kemi menduar, Zot ku je? Por ndoshta pyetja e vërtetë është, a jam unë në kohën e tij, në vullnetin e tij? Çështja e dytë, heshtja e Zotit nuk është mungesë, por është përgatitje. 150 ditë pa ndryshim, asnjë dritë, tokë, sinjal, por ndërkohë uji po bënte punën e pastrimit, gjykimi po përfundonte, një botë e re po përgatitej. Kur ti nuk sheh asgjë, Zoti është duke bërë gjithçka. Është një lloj si fara e cila përpara se të japi jetë një bime të re në heshtje, po formon jetën tjetër. Çdo stuhi ka një moment ndalimi. Arka u ndal në malet e Araratit. Vini re, arka nuk u shkatrua. Bibla thot arka nuk u humb, por u ndal. Çdo udhëtim me Zotin ka një destinacion. Stuhia, betejat nuk janë fundi, por kalimi përtej. Ajo që duket si vonesë shpesh është drejtimi i Zotit. Ndaj më lejon të pyes sot. A ndiheni në një ark të bllokuar, të izoluar, në pritje? Apo kaloni një periudhë ku duket sikur Zoti është i heshtur? Apo jeni duke përpritur një përgjigje e cila duket se po vonon të vinë jetën tuaj? Ndaj miq, mos harroni. Zoti nuk të ka harruar, ai po vepron edhe kur ti nuk e sheh. Dhe ka një Ararat për ty, një vend pushimi, ndalimi. Zoti t'i kujtua Noeu. Kjo është fjalia e cila ndan kaosin nga qetësia, gjykimin nga restaurimi, pritjen nga përmbushja, dhe e njëjta gjë është e vërtetë dhe për ty. Kur Zoti vendos të veprojë, gjithçka do të ndryshojë. Ndaj me këto të vërteta miq, le t'i lutemi Zotit këtë mëngjes. Zoti i dashur, në momentet kur ndihem i harruar, i braktisur, më kujto që ti nuk më harron dhe nuk më braktis. Kur nuk shoh përgjigje, më kujto që ti je përgjigja. Fryj erën tënde mbi situatat e mia. Uli ujërat që më rrethojnë dhe më çon në vendin që ti ke përgatitur për mua. Bekoj miqtë e mi, burra dhe gratë që janë duke më ndjekur sot, udhëhiqi dhe drejtoj ti në shtegun e besimit, ruaj dhe mbroj, që të jetë një jetë me integritet dhe qofshin të bekuar nga ty në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i kësaj dite. Nëse ishte bekim për ju, ju lutem ndajeni me miqtë tuaj në rrjetet sociale, që edhe ata mund bekohen nga kjo rrezë e vogël drite. Pres t'ju takoj sërish nesër në meditimin e radhës. Deri atëherë, Zoti me ju.